Tuberkulozi mbetet një nga sfidat më të mëdha të shëndetit publik në botë, por Shqipëria renditet ndër shtetet me incidencë të ulët të sëmundjes. Pas pandemisë, numri të prekurve nga tuberkulozi në vendin tonë, sipas Institutit të Shëndetit Publik, ka mbetur I qëndrueshëm. Pas Covidit, në Shqipëri pothuajse ka qëndruar numri stabil I rasteve me tuberkulozë. Për vitin 2025, domethënë ishte 240 raste, që Shqipëria konsiderohet një vend me incidencë të ulët të tuberkulozit. Në të dhënat e viteve të fundit, por edhe këtë vit, pra vazhdon vazhdimsi, është kryesisht tek moshat aktive. Vdekshmëria vitin që kaloi pranë 2025-ën është shumë I ulët, 0.16 për 100.000 banor. Më parë ka qenë 0.4 dhe këto dy vdekje që kanë ndodhur kanë qenë të moshës mbi 80 vjeç dhe të shoqëruar edhe me sëmundje të tjera. Sëmundja shkaktohet nga Mycobacterium tuberculosis, I cili zakonisht prek mushkrit, por mund të dëmtojë dhe organe të tjera. Tuberkuloza I përhapet përmes ajrit kur një person I sëmur kollitet apo të shtin. Nëse kanë një kohë për më shumë se 2-3 javë, një temperaturë, domethënë rreth 37,5-38, lodhje pa asnjë shkak, djersitje, pra dhe gjërat e tjera të përgjithshme, duhet I drejtohen menjëherë mjeku, sidomos kur kanë filluar dhe antibiotik dhe nuk kanë asnjë lloj përmirësimi. Prandaj bëjmë thirrje të gjithë mjekëve të familjes, pra aty ku pacienti paraqitet për herë të parë, që nëse dyshojnë për tuberkulozë ta dërgojnë direkt te specialisti dhe jo të fillojnë antibiotik. Shenjat mund të jenë të lehta në fillesa duke ndihmuar përhapjen pa u vënë re. Prandaj në ditën botërore të ndërgjegjësimit për tuberkulozin, mjekët apelojnë për diagnostikim të hershëm, pasi sëmundja mund të shërohet. Pavarësisht edukimit dhe promocionit që bëjnë punësit e shëndetësisë në të gjithë vendin, është akoma e vështirë për të ikur stigma. Por nga ana tjetër, që personat që janë të prekur me tuberkulozë ose familjarët e tyre e ndihmojnë shumë pacientit me tuberkulozë për të marrë mjekimin, prandaj dhe rezultati I mjekimit e kemi shumë të lartë, 89%. Eliminimi I tuberkulozit deri në vitin 2030 është një nga objektivat madhor të shëndetit publik. Ndërkohë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në Europë 1 në 5 persona mbeten të padiagnostikuar, ndërsa 23% e rasteve të reja janë rezistente ndaj shumë barnave. Prandaj apeli vjen për të mundur stigmën dhe për të zbuluar herët sëmundjen.